Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Gruaja më re çdo ditë, por nuk e lë dot. Unë jam 42 vjeç dhe çdo ditë e filloj me të njëjtën pyetje. A jam i fortë sepse qëndroj, apo i dobët sepse nuk iki dot? Këtë nuk e di as vet. E vërteta është se jetoj në një martesë ku gruaja ime e dlira, më re. Po, kaq e thjesht dhe kaq e tmerrshme është. Në fillimet tona gjithçka dukej thuajse perfekte. Ishim të varfër, por shumë të lumtur. Rinim në një dhomë të vogël me qera, hanim makarona pothuajse çdo natë, por e ndjenim veten të pasur sepse kishim njëri tjetrin. Ajo studionte për psikologji, ndërsa unë punoja turne në një magazin. Çdo gjë dukej drejt një të ardhmeje shumë të qetë. Problemet nisën shumë më herët se sa unë dua ta pranoj. Tensioni i saj ishte i pranishëm, por unë e quaja temperament. Ajo shpërthente edhe për gjërat më të vogla. Më fuste fajin sa herë lodhej, më shihte si shpëtimin e saj, si mbështetjen e vetme, por edhe si personin që duhej të paguante për çdo zhgënjim të saj. Atëherë nuk e kuptoja, por kjo ishte fara e parë e dhunës. Vitet kaluan dhe presioni u rëndua më shumë. Ne nuk arrinim të kishim dot fëmijë. Mjekët thoshin se ishte thjesht çështje kohe, por ajo ja i the fajin fatit, mjekëve, vetes dhe her pas here mua. Fjalët nisën të bëhen arma e saj e parë, më pas me kalimin e viteve kaloi tek duart. Herën e parë që më goditi ishte me një filxhan kafeje që e hodhi drejt murit, por me qelloi mua. Ajo u shua për disa sekonda dhe pastaj shpërtheu në të qara. Ju dridhën gjunjt, më hodh në qafë dhe më kërkoi falje. Unë nga turpi e minimizova. I thash vetes se e kisha merituar sepse e kisha provokuar, sepse ajo ishte në tension dhe ishte një moment. Momenti u kthye në zakon. Goditjet filluan të vinë si stuhi të papritura, njëherë për shkak të faturave, njëherë për një pjatë që nuk e kisha lar, njëherë sepse isha vonuar 5 minuta në punë, pastaj filluan akuzat, dyshimet, paranojat. Ajo kontrollonte telefonin tim çdo natë, më bënte pyetje të panevojshme, më çonte mesazhe të gjata, nëse nuk i përgjigjesha menjëherë ndodhte gjëma. Dhe ndërkohë që më shtypte, unë të riqesha gjithnjë e më shumë. U shkëputa nga miqt, ndalova të shkoja tek familja, fillova të mos flisja fare në punë, u bëra si një hije e vetes time. Një natë, mbaj mend, ajo u kthye në shtëpi shumë e tensionuar. Punën e kishte humbur prej disa muajsh. Kisha ndëruar turnin që të isha më shumë në shtëpi me të, por kjo vetëm e përkeqësoi situatën. Sapo hyra e dëgjova të merrte frymë rënd. Shija në sytë e saj një egërsi që nuk e kisha parë ndonjëherë. Më kapi prej jakës dhe më përplasi në mur. Ndjeva një dhimbje të mpret në shpatull dhe për disa çaste më iku fryma. Ajo nuk fliste, vetëm më godiste si të donte të nxirrte nga brenda çdo duf, çdo zemërim dhe çdo dështim. Atë natë kam fjetur në dysheme, ndërsa ajo fjeti në shtrat dhe më shihte sikur unë të kisha qenë problemi i jetës së saj. Por gjërat u përkeqësuan edhe më shumë kur mora një rritje në punë. Ajo nuk duronte dot faktin që po bëhesha i pavarur nga ana financiare. U zemërua sa herë që unë buzëqesha. U zemërua kur mora rogën, madje u zemërua edhe kur mora një telefonat nga një kolege. Ajo zjente për brenda flak dhe çdo gjë e kanalizonte drejt meje. Në këtë periudhë fillova të kisha simptoma që nuk i kisha më parë. Trullosje, pagjumësi, ankth. Sytë e mi ishin bërë të nxirë pothuajse të përhershëm. Një ditë, ndërsa po pastroja garazhin, gjeta një kuti të vogël që ajo kishte mbajtur të fshetë. Ishin fletë të vjetra terapie, raporte psikologjike, diagnoza që ajo nuk i kishte pranuar kurrë. Në to flitej për episode agresive, mungesë kontrolli, traumë fëmijërie. Ajo kishte ndërprerë terapin vite më parë, pikërisht kur ne ishim martuar. Atë ditë e kuptova plotësisht se çfarë po përballoja. Dhe këtu nisi pjesa më e çuditshme e jetës time. Unë nuk u largova. Sado që e mendova, përsëri vendosa të rri. Pse ndonjëta unë?
sepse një pjesë e imja besonte se mund ta shpëtoja. Mund ta qetësoja, ta mbaja, ta mbështesja derisa të shërohej. Një pjesë tjetër kishte frikë se po ta lija, ajo do të shkatrohej. Nuk do ta përballonte dot dhe në fund, një pjesë e vogël kishte frikën e heshtjes pa të. Sepse dhuna, aq sa absurde tingëllon, ishte bërë ritmi i jetës time. Por është shumë ironike dhe e dhimbshme. Në momentet e rralla kur ajo ishte e qetë, sillte veten si një grua që e kisha njohur dikur. Më përgatiste kafen, më pyeste për punën, më shikonte me sy, drejtë në sy si pikuji. Aty e kuptoja se ajo brenda vetes kishte ende dikë të thyer që nuk dinte si ta shëronte. Dhe unë me të gjitha plagët e mia vazhdoja të qëndroja. Sot akoma jam me të. Zgjohem me frikën se cili version i saj do të më pres. Akoma justifikoj goditjet e saj, ulërimat, shkeljet e kufive të mi. Akoma i ruaj fjalët brenda vetes që njerëzit nuk do t'i besonin kurrë, se edhe burrat mund të jenë viktima, edhe burrat mund të kenë frikë, edhe burrat mund të rrihen, edhe të qëndrojnë. Nuk e di sa do zgjas kjo histori, nuk e di nëse do të kem kurajon të largohem ndonjë ditë. Por një gjë e di, dhuna nuk ka fytyrë, nuk ka gjini, nuk ka formë. Dhe unë jam dëshmia e gjallë që ndonjëherë lidhjet më të rrezikshme nuk janë ato nga të cilat ikën, por ato nga të cilat nuk mundesh të largohesh.